Peshkritës i talentuar i vllaznisë Samir Laçi po kalon një formë mjaftësisht sportive. Është kampion i Shqipërisë në këtë vit pikërisht me kategorinë U23 dhe përmirësuesi 6 rekordeve të reja kombëtare. Urime Samir për këtë rezultat. Faleminderit shumë. Po ishte një arritje e mirë, kisha një formë të mirë sportive, gara është shumë mirë dhe arritëm me thyj 6 rekorde kombëtare. Në cilin stil më tepër ishit më cilësor? Stili jemi preferu më shtytja. Aty ishte rezultati më i mirë jemi, po edhe shputje dhe shtytje në thonë total u thynin 6 rekorde. Ndërkohë përgatiteni për 2 gara të rëndësishme ndërkombëtare, siç është Ballkanjata dhe Europiani. Po. Atëherë Europiani bëhet në Shqipëni në muajin tetor, zhvillohet në Durrës. Edhe pretendojmë të jemi medalista në stilin e shtytjes. Dhe në nëntor bëhet Ballkani i Tritënve që zhvillohet në Turqi. Patjetër me objektiva? Patjetër me objektiva si në Europian si në Ballkan. Ndërkohë, Samir përpara intervistës më shfaqet një shqetësim në lidhje me trajtimin që po i bëhet sportistëve dhe konkretisht peshngritjese. Diçka keni problem me shpërblimin, sipas rregullorëve, sipas ligjeve të sportit për kampionët dhe rekordmenët. Është viti i tretë që dal kampion Shqipënijet me Tritonit. Edhe unë Alla Antoninoja, jena të has një problem shumë të madh me bashkinë, nuk ka të na lënë atë që meritojmë, është një pak që sharake që me ta përmend është nuk ka serioze, s'mundesh as me vazhdu këtë sport. Kena pas mbështetjen e federatës shqiptare edhe presidentit e Lezgjosa që kena mujt me vazhdu sportin, se për bashkisë kishim vazhdu kur këtë sport. Keni pasur kontakte me zyrën e sportit? Kena pas kontakte, disa herë kena folë dhe nuk ka zgjidhur asnjë gjë. Po flasim, më ka ardhur puna tesh me folë këtu me ty. Konkretisht ligji i sportit për kampionët dhe rekordmenët, çfarë nënvizon? Nënvizon një kampion Shqipënijet edhe rekordet me Tritonit që thehen, kanë pagën e vetë edhe kampioni Shqipënisë ka një pagë të caktuar që duhet më marrë deri vitin tjetër që të zhvillohet edhe herë kampionati i Tritonëve. Edhe ajo pagë as 30% që i saj nuk jepet. Megjithatë, në vazhdimsi gjërat mund të zgjidhen. Po shpresojmë, po kanë shku 3 vjet edhe kjo shpresim më bëhesh nuk s'pa marrë mendja se po shkojmë kund, po shohim. Sidoqoftë, le të shpresojmë që kjo intervistë, ky mesazhi juaj të shkojë në vendin e dur. Pikërisht. Suksese, Samir. Faleminderit shumë.